Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në këndin e personaliteteve të ditës së sotme dhe temën për të cilën do të flasim. Sigurisht që nxënësit tanë, të rinjët tanë, janë ata të cilët me sukseset e tyre na bëjnë krenar edhe neve si shoqëri, sepse sukseset e tyre janë sukseset e shoqërisë tonë. Sot do flasim për tjera të arritura. Do të flasim për disa çmime që janë marrë nga disa nxënës të Digital School që kanë marrë pjesë në garat ndërkombëtare. Por konkretisht për çfarë vendesh bëhet fjalë, çfarë çmimesh, çfarë garash edhe më detaje të tjera do të flasim me drejtorin e Digital School, zotri Verim Zhaku. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për nderin që u bani nxënësve tonë. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Njëkohësisht kemi edhe dy nxënës, Bulza Abdili si dhe Amar Demiri. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ju përgëzojmë për çmimet që i keni marrë dhe ju dëshirojmë shumë suksese juve dhe njëkohësisht Digital School edhe më tutje. Fillimisht unë dua të flasim me juve, zotri Verim, për atë se si erdhi deri tek pjesëmarrja në këto gara ndërkombëtare. Do thotë nxënësit e shkollës kanë marrë pjesë në një olimpiadë ndërkombëtare që quhet Coding Olimpiad, për dallim prej vitit të kaluar që ka qenë pjesë e STEM Olimpiadës, që nënkupton Olimpiadë në shkencë, teknologji, inxhinierie dhe matematik. Këtë vit, për shkak të interesimit të lartë në kategorinë e programimit, pra të kodimit, olimpiada është ndarë, domethënë edhe është një olimpiadë e veçantë, domethënë që quhet Coding Olimpiad. Domethënë ky është një event ndërkombëtar, është një olimpiadë ndërkombëtare ku marrin pjesë nxënës nga e gjithë bota dhe duke u nisur nga eksperjenca e vitit të kaluar, domethënë kemi marrë pjesë edhe në të njëjtën olimpiadë edhe në vitin e kaluar, sepse si olimpiadë është viti i 6 që organizohet. Domethënë marrin pjesë për herë të dytë. Këtë vit domethënë interesimi ka qenë edhe më i madh dhe normalisht kanë marrë nxënës që kanë arritur edhe rezultate shumë të larta për të cilat do flasim bashkë me nxënësit edhe më pas. Sigurisht. Megjithatë, Bulza, si u ndjeve kur more lajmin që kishe fituar çmim? Patjetër se momenti kur kupton se ke fituar është i papërshkrueshëm. Kuptohet se isha e gëzuar, mirë po atë njëjtën kohë edhe pak e habitur, do kisha thënë se në këto gara marrin pjesë nxënës të talentuar nga gjithë bota dhe ta gjesh veten mes disa më të mirëve është shumë arritje, si për mua, po edhe për shkollën digjitale, patjetër. Cilin çmim e ke marrë, Bulza? Unë kam marrë çmimin e 4, domethënë në Coding Olimpiad. Shumë bukur të lumt. Amar, si u ndjeve kur e more vesh që ke marrë çmim? Gjithashtu, normalisht është shumë një ndjenjë krenarie për vete, po ashtu edhe për shkollën, pasi që gjithaj përkushtimi dhe ushtrimi që ke bërë, më në fund ja del edhe normalisht që jemi shumë të gëzuar me rezultatet që kemi. Ama ti cilin çmim e ke marrë? Unë kam konkuruar në dy kategori, në një që quhet Code Combat, kam marrë vendin e dytë, dhe në Code Mentum kam marrë vendin e 5. Megjithatë, çfarë të motivoi që të marrësh pjesë në këto gara? Po kryesisht është arsye se këto gara janë një mënyrë shumë efikase për të fituar një provojë shumë të mirë dhe është një zhvillim si një nxënës, po ashtu edhe socializohesh edhe është një përvojë e madhe dhe e paharrueshme. Po, të përgëzojmë për çmimet, të dëshirojmë të shumë suksese në të ardhmen. Kurse Bulza, ty çfarë të motivoi që ti jesh pjesëmarrëse në këto gara? Të marrësh pjesë në gara të ndryshme do të thotë të sfidosh vetveten. Unë jam person që dua të sfidoj vetveten, andaj do kisha thënë e gjej veten në fushën e programimit, se si profesion është gjithmonë sfidues, ka gjithmonë gjëra të reja. Për këtë arsye kryesisht. Një përvojë e re edhe për ty, një eksperiencë e re. Profesor, këto gara në fakt çfarë garash janë? Mund të na flisni pak më në detaje, kush mund të merr pjesë në këto gara? Sigurisht. Domethënë Olimpiada e kodimit është një olimpiadë që kalon në disa faza, domethënë nuk është vetëm një garë që kalohet edhe si të tilla shpallën rezultate. Domethënë janë faza e kualifikimeve, domethënë njëherë është aplikimi, ku nxënësit domethënë aplikojnë edhe pranohen për pjesëmarrje dhe më tutje domethënë është një platformë në të cilën ato përgatiten, ka domethënë detyra të caktuara, prej nga temat më të thjeshta deri në tema shumë të avancuara që zakonisht janë shumë të vështira, qoftë edhe për programerë me shumë eksperiencë. Janë 3
3 fazat të kualifikimit, do të thënë nxënësit mund të testojnë veten duke marrë pjesë në të 3 fazat e kualifikimit, të shohin se çfarë detyrash realisht bie në kualifikime dhe rezultatet që merren nga kualifikime, që janë 30% e rezultatit final, do të thënë si të tilla barten bashkë me rezultatin final që është 70% e rezultatit, në bazë të cilit do të thënë shpallen fituesit. Nxënësit u treguan pak modest, po unë do ta tregoj pak më në detaje se për çfarë bëhet fjalë. Domethënë nuk janë vetëm pjesëmarrja, garimi edhe kështu me radhë. Domethënë olimpiada monitorohet domethënë gjatë gjithë kohës, pjesëmarrja e nxënësit domethënë gjatë zgjidhjes së detyrave, domethënë duhet të kenë të ndarë ekranin e tyre, të kenë të lëshuar kamerën, llogaritet koha me të cilën janë për sa kohë dhe sa shpejt janë zgjedhur domethënë detyrat, sepse nëse kemi 2 persona që janë, të themi, me rezultatin e njëjtë, domethënë shihet se cili nxënës ka qenë më i shpejt, edhe gjithashtu sa e saktë është detyra, domethënë sepse mund të kemi zgjidhje të detyrës që pranohet si e saktë, po e njëjta domethënë ka vlera e zgjidhjes është më e ulët në gjatë vlerësimit të tyre. Tani çfarë janë rezultatet që i ka arritur Amari edhe Bulza, për shembull në kategorinë e Code Combat, ku ka marrë pjesë Amari, ka patur diku 500 pjesëmarrës nga e gjithë bota. Të gjithë këto janë domethënë me kode të caktuara, sepse ne nuk e dimë realisht me cilin marrin pjesë dhe kush qëndron prapa asaj pjese të programimit në anën tjetër. Domethënë secili ka një kod të vetin edhe mund të shohë vetëm emrin e vet, ndërsa të gjithë nxënësit tjerë janë të koduar edhe ti domethënë garon me nxënës nga e gjithë bota. Në këtë kategori ku ka qenë Amari, për shembull, ka pasur diku 500 pjesëmarrës edhe të radhitesh në vendin e dytë ku kodi jot testohet me kodin që e kanë shkruar nxënës nga e gjithë bota, është një rezultat shumë i madh. Zakonisht domethënë kemi rangim të nxënësve ku përveç domethënë rangimeve që janë të themi shifrat varësisht prej pjesëmarrësve, publikohen nxënësit që janë 10 më të mirët në secilën kategori, ku janë edhe këto 2 nxënës, përveç këtyre janë edhe disa nxënës tjerë që sot nuk janë prezente për shkak të normalisht të hapësirës edhe për shkak të formatit të emisionit. Do të thotë të jesh në mesin e 10 më të mirëve, realisht është shumë duhet të ndihen shumë krenar. Përveç kësaj kategorie ku kanë marrë pjesë, nxënësit kanë marrë edhe një kategori tjetër që është në shkenca kompjuterike, ku ka të bëjë me njohuri të përgjithshme në shkenca kompjuterike, ku të dy këto nxënës kanë marrë medalje të artë. Edhe pse vendi realisht quhet, domethënë si vendi të themi i dytë, i katërt ose i pestë, këto të gjithë shpërblehen me medalje të arta. Megjithatë, si kanë qenë përgatitjet paraprake në shkollën digjitale? Sa kohë jeni përgatitur paraprakisht? Duke u nisur nga eksperjenca e vitit të kaluar, domethënë për dallim vjet ka qenë vetëm një formati i garës. Këtë vit ka pasur 3 kategori ku mund të marrin pjesë nxënësit. Domethënë ne kemi filluar me përgatitje diku kur janë hapur regjistrimet në tetor, kemi bërë regjistrimet deri sa ka përfunduar gara në fund të muajit mars. Domethënë është një periudhë 6 mujore ku nxënësit në mënyrë intensive së bashku me instruktorët, domethënë bashkë me mua edhe në këtë rast më ka ndihmuar edhe Bulza, edhe pse edhe vetë pjesëmarrëse në garë, do të thotë duhet të shprehim mirënjohjen për ndihmën që e ka bërë, me nxënësit pak më të vegjël normalisht, që mund ta ketë penalizuar edhe pak që ajo të ketë më shumë kohë të përgatitet për vetën e saj, por gjithsesi domethënë kemi pas një periudhë 6 mujore përgatitje intensive, domethënë sigurisht përkushtimi i nxënësve ka sjellë rezultatet të cilat i kemi sot. Po, Bulza, mund të flasish pak për përgatitjet paraprake, sa kohë keni ushtruar, jeni përgatitur dhe si ka qenë një ditë e zakonshme me përgatitje? Patjetër, si që përmendi edhe profesor Verimi, përgatitjet nuk ishin aq të thjeshta, ishte një kohë e konsiderueshme për këto gara. Filluam me përgatitjet në nëntor, patjetër me ndihmën e profesorit, mirë po gjithmonë edhe në shtëpi. Këto gara, do kisha thënë, duan përkushtim dhe të sakrifikosh pak më shumë. Andaj, një ditë e rëndomt, duke u përgatitur për këto, do kisha thënë, ishte të ushtrosh, të praktikosh, të analizosh problemet dhe t'i zgjidhësh ato sa më mirë që mundesh. Po, Amar, mund na flasish pak për përgatitjet paraprake? Po, si shpërmendën edhe profi dhe Bulza, kemi filluar me përgatitje 6 muaj paraprak dhe një ditë e zakonshme mendoj se për disa orë në ditë duhet t'i analizojmë detyrat, të gjejmë zgjidhje më efikase, të cilat janë më të shpejta, të mendohemi mirë dhe të fokusohemi. Është një sakrificë jashtëzakonshme që duhet të bëjmë, por ja vlen për rezultatet. A kemi menduar ndonjëherë të dorëzoheni gjatë ushtrimeve?
paraprake? Ka disa raste të tilla, po... Cila ka qenë pjesa më e vështirë gjatë përgatitjes? Gjatë përgatitjes, në website-in në platformën ka disa levele të cilat janë pakës më të vështira, më të rënda, që kërkojnë shumë fokus, janë më komplekse dhe në ato momente... Ke menduar të dorëzohesh, a? Por e dim qëllimin që e kemi dhe me përkushtim i kalojmë të gjitha. Dhe ja keni arritur të merrni çmim, shumë e bukur. Cila ka qenë sfida më e madhe, Bulza, vështirësia më e madhe gjatë përgatitjeve për ty? Patjetër se kishte momente kur jemi ndjej të dëshpëruar, sepse në këtë rast duhet të balancosh mirë jetën personale, po ashtu edhe atë profesionale, do kisha thënë. Pjesa më e vështirë për mua ishte të menaxhoja këtë. Edhe ndonjëherë mendoja të dorëzohem, mirë po e shoh se puna që kemi bërë ja ka vlerë. Jeni motivuar. Po shkolla digjitale, sa ju ka ndihmuar për të pasur sukses në këto gara? Gjithmonë kur takoj njerëz të rinj, ju them se shkolla digjitale është si shtëpi e dytë për mua. Unë aty ndjehem shumë rehat dhe shumë e përkrahur gjatë gjithë kohës, veçanërisht nga profesor Verimi dhe stafi të shkolla digjitale. Amar? Po, gjithashtu, pa shkollën digjitale kjo nuk do të ishte e mundshme, pasi që prof Verimi dhe gjithë stafi i shkollës digjitale gjithmonë na nxitojnë që të marrim pjesë në për këto gara dhe me përkrahjen e tyre dhe me përkushtimin tonë e keni arritur. Nxjerrim rezultate të mira. Shumë bukur. Si ndjeni profesor kur dëgjoni këto fjalë miradije për shkollën, cilin ju kiçni? Sigurisht, krenar për nxënësit, domethënë ideja e pjesëmarrjes në gara nuk është që të shkojmë të fitojmë çmime dhe të përfundojë gjithçka. Ideja është që të zhvillojmë aftësi të reja, të garojmë me nxënës nga gjithë bota, të tregojmë se edhe këtu ka nxënës të talentuar, të cilët përveç kohës në vend që të shkojnë dikundit të dalin të shëtisin edhe kështu me radhë, domethënë sakrifikojnë kohën e tyre, edhe domethënë bëjnë diçka që është jashtë shkollës. Përveç shkollës së rregullt, që normalisht kërkon angazhim sepse këto të gjithë janë nxënës të mirë në shkollë, domethënë që përkushtohen shumë për shkollën, përkushtohen përsëri edhe për kursin të shkolla digjitale, edhe në mënyrë plotësuese përkushtohen për të marrë pjesë në gara, që domethënë është një sakrificë e kohës së tyre, e argëtimit të tyre, edhe kështu me radhë. Gjithsesi edhe për ne është përgjegjësi edhe normalisht kënaqësia më e madhe është të shohësh rezultate edhe të jesh në mesin e më të mirëve në botë. Sigurisht. Megjithatë, si u bë përzgjedhja e nxënësve që do të marrin pjesë në gara? Domethënë, zakonisht thirrja është e hapur për të marrë pjesë në Coding Olimpiad, por qoftë edhe në kategori tjera, jo vetëm në kategorinë e kodimit, sepse siç përmenda më herët, ekzistojnë edhe kategoritë e shkencës, inxhinierisë, matematikës edhe teknologjisë. Mandej, nxënësit duhet të përgatiten për të marrë pjesë në testimet që organizohen gjatë fazës së kualifikimit dhe edhe finalja e testimi final. Gjithsesi, nevojitet njohuri paraprake, nxënësit duhet të kenë njohuri në fushën e programimit, konceptet bazë të paktën të programimit, sepse gjithë përgatitja konsiston në ato që duhet të përfundohen diku të 315 nivele të detyrave që dallojnë, domethënë duke nisur nga më të lehta deri te, siç përmenda më herët, te konceptet më të vështira që ndonjëherë mund të jenë të vështira edhe për programerë edhe profesionistë të fushës. Megjithatë, Bulza, të flasim edhe pak për atë se çfarë mesazhi do të jepni të rinjeve të tjerë, nxënësve të tjerë që duan të marrin pjesë në gara? Kur e dëgjojmë termin gara, zakonisht hezitojmë shumicën e rasteve. Mirë po, është një mënyrë e duhur për ta sfiduar veten dhe të shohësh se deri ku mund të shkosh me punën që ti bën. Në këtë rast, pjesëmarrja në gara nuk është as pak humbje, përkundrazi, gjatë gjithë kohës që ne angazhohemi, që ushtrojmë kohën, që sakrifikojmë, është një plus ose një dobi për neve, ndoshta rezultatet nuk i shohim më njëherë, mirë po pas një kohe vërtetohet se ja vlen. Kush të kam mbështetur gjatë gjithë këtij rrugtimi deri tek gara, deri tek çmimi? Jam me fat të them se kam qenë mbështetur nga gjithë, fillimisht nga prindërit, familjarët, po ashtu edhe nga profesor Verimi, dhe mund të them se jam shumë e lumtur për këtë. Çfarë mesazhi do të kishe Amar për nxënësit e tjerë të marrin pjesë në gara apo jo? Po, unë mendoj se garat janë një përvojë shumë e madhe për nxënësin dhe mendoj se
edhe pse janë një hap jashtë zonës së komfortit tonë, ato na ndihmojnë shumë që të zhvillohemi personalisht dhe që në përgjithësi të janë një dobi e madhe për ne. Kush të ka mbështetur ty gjatë këtij rrugtimi? Gjatë këtij rrugtimi mua më ka mbështetur prindit e mi fillimisht, gjithashtu profesor Verimi dhe gjithë stafi i shkollës digjitale, po ashtu edhe shokët dhe me përkrahjen e tyre kemi arritur. Cilat janë planet e tua për të ardhmen, Amar? Me qenë se je në shkollë të mesme, ende, çfarë mendon të bëhesh? Çfarë profesioni do të zgjedhësh? Mendoj që të vazhdoj me programimin, të vazhdojmë në pjesëmarrjen me gara të ndryshme dhe që vazhdimisht të kemi arritje Të ka motivuar shkolla digjitale, besoj, në këtë drejtim. Edhe çmimet që tashmë i ke marrë, besoj që je perfeksionuar në këtë drejtim edhe do të vazhdosh ta realizosh ëndrrën tënde, që jam shumë e sigurt që ashtu edhe do të jetë. Gulza, çfarë mendon të bëhesh në të ardhmen? Kuptohet që do doja të isha një programer, ndoshta të arria gjysmën sa ishte profesor Verimi, do isha shumë e kënaqur, mirë po patjetër se do ishte diçka e fokusuar në fushën e teknologjisë. Shumë e bukur. Shpresoj që të realizohen sigurisht ëndrat e tua dhe të kesh sukses në çfarë do fushë që do të kishe dashur që të jesh në të ardhmen. Megjithatë, profesor, të gjitha këto fjalët e mira dhe të bukura nga nxënësit, gjithë ky motivim për ta, edhe që ti jesh motivim dhe inspirim që ata të vazhdojnë këtë drejtim, sigurisht që është fal punës dhe përkushtimit tuaj edhe shkollës digjitale. Cili është sekreti i suksesit tuaj? Faleminderit për fjalët e mira nga ana juaj. Realisht gjithmonë kam dashur të kontribuoj në diçka që do të tregonin talentin, suksesin e nxënësve dhe kështu me radhë. Duke pasur atë parasysh se jo gjithmonë në territorin tonë, për shembull qoftë në Tetov, por në të gjithë rajonin ku jetojmë ne shqiptarët, nxënësit e mirë promovohen edhe marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, në gara dhe kështu me radhë. Kjo është një mënyrë që realisht ju tregojmë se ne mund të bëjmë diçka edhe mund të jemi të mirë sikurse të gjithë tjerët edhe të garojmë edhe në nivele ndërkombëtare. Kjo do të ishte edhe një apel, domethënë doja të bëja tani të shfrytëzoj emisionin tek qoftë bizneset lokale, qoftë persona që duan të ndihmojnë, sepse kjo garë nuk përfundon këtu. Domethënë diku në muajin korrik organizohet domethënë finalja e madhe që quhet Grand Final, që ne realisht vitin e kaluar kemi marrë pjesë bashkë me Amarin dhe një nxënës nga Dibra, me Eugenin, ndërsa këtë vit plani është që të shkojmë me më shumë nxënës, të shkojmë me një ekip që do të ishte nga 8 persona, dhe të marrin pjesë në finalen e madhe që mbahet në Rom. Sigurisht na nevojitet mbështetje financiare qoftë nga institucionet lokale, qoftë nga bizneset lokale, qoftë nga persona që duan të shprehin edhe të kontribuojnë në suksesin e këtyre nxënësve. Prandaj qëllimi është të promovojmë qytetin, të promovojmë domethënë rajonin tonë edhe të arrijmë suksese sa më të larta. Qoftë në këto gara kështu domethënë që mbahen këtu ose në finalen e madhe që do mbahet në Rom. Burza, për në fund këtë eksperiencë me një fjali si do e kishe përshkruar? Do e kisha përshkruar si frymëzuese dhe mendoj se mjafton. Amar, ti si do e kishe përshkruar? Të paharrueshme. Do të jetë e paharrueshme dhe frymëzime dhe për të pasur suksese të radhës. Ju përgëzoj edhe një herë për çmimet, duke ju uruar edhe shumë suksese në të ardhmen dhe do t'ju mirpresim sërish në emisionin tonë për t'i promovuar bashkë. Nëse keni diçka që shtoni për në fund, mbas ndonjë mesazh ose porosi për fund? Mund ta mbylli unë me diçka, do doja t'i falenderoja të gjithë prindërit që mundsojnë që fëmijët të ecin përpara, domethënë kontribojnë në zhvillimin e fëmijëve të tyre, sepse gjithsesi të investosh në fëmijë, në dije dhe kështu me radhë është sakrificë. Edhe sigurisht i përgëzoj të gjithë nxënësit, këto janë vetëm 2 këtu te shkolla, nxënësit e shkollës, por ne domethënë kemi edhe nxënës tjerë të cilët kanë arritur, domethënë kemi diku janë 5 nxënës që janë në 5 më të mirët në botë, janë plot nxënës tjerë që janë në mesin e 20 më të mirëve edhe kështu me radhë. Do thotë nëse vitin e kaluar kemi marrë pjesë me pak nxënës, këtë vit kemi marrë me një numër shumë më të madh, edhe kemi fituar rezultate shumë të mira. Kështu që i përgëzoj prindët, i falenderoj që na përkrahin, që na mbështesin, që mundsojnë që fëmijët të avancojnë edhe sukseset do vinë të gjithë nga dalë. Sigurisht, edhe një herë ju falenderoj shumë që ndatë nga dita juaj për të na nderuar në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën edhe për nderin nga ana juaj. Faleminderit nxënës. Faleminderit edhe juve. Nderuar shikues, ka qenë kjo pjesa me personalitetet e ditës, ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne.